Dafina atëherë unë po filloj pak me një përshkrim të shoqatës tonë se çka bëjmë ne si shoqatë apo çka përfaqësojmë. Shoqata organika është themeluar në vitin 2013 nga aktorët kryesor të sektorit të produkteve pjore jodrësore dhe bimëve mjekësore aromatike, që nga viti 2013 do të tash 12 vite ne punojmë për interesat dhe përfaqësimin e këtij sektori në mënyrë sa më të mirë në tregun vendor, po ashtu edhe në tregjet e eksportit. Është një prej qëllimeve që na e kemi që t'i promovojmë këto produkte organike në eksport për eksportim, po ashtu edhe të ngrisim vetdijen e konsumatorëve për rëndësinë e produkteve organike. Ne si shoqatë që prej themelimit kemi organizuar aktivitete ndryshme, të përfshi trajnime ndryshme për ngritjen e kapaciteteve të anëtarëve tonë, implementimin e standardit organik që është një prej pikave kyçe për të certifikuar me standardin organik. Kemi organizuar kampanja avokuese, me cilën kemi tentuar që t'i mbrojmë interesat e sektorit tonë, duke përfaqësuar zërin e tyre në Ministrinë e Bujqësisë, Pyllëtarisë dhe Zhvillimit Rural për masa të ndryshme mbështetëse që ata ofrojnë për sektore ndryshme. Kemi organizuar aktivitete të ndryshme për promovimin e produkteve, i cili CECA edhe është një nga qëllimet kryesore të shoqatës tonë, duke organizuar pjesëmarrjen e anëtarëve tonë në panajire të ndryshme vendore, po ashtu edhe ato ndërkombëtare, ku për shumë vite deri më tani nuk ka munguar pjesëmarrja e anëtarëve tonë në panajirin më të madh në botë, i cili është panajiri Biofa. Eventi kryesor joni është konferenca ndërkombëtare për bujqësi organike. Vitin e kaluar ka qenë vit 2024 edicioni i dytë, ku vijnë folësa ndryshëm ndërkombëtare dhe prezantojnë situatën e përgjithshme me bujqësinë organike në Evropë edhe më gjerë, kështu që është një prej aktiviteteve kryesore. Më pastaj ne kemi provuar ta digitalizojmë sistemin e mbajtjes shënimeve, i cili është një prej softverëve të parë përgjithësi për bujqësi, mirë po është i pari për bujqësi organike. Do të thotë kemi ofruar që në mënyrë digitalizuar të gjithë anëtarët e tonë dhe ata të cilët janë të interesuar t'i mbajnë shënimet në mënyrë digjitale përmes softverit zhvilluar në mënyrë shumë të thjeshtë, edhe i cili është në përshtatje apo përputhshmëri me kërkesat e rregullores së Bashkimit Evropian për Bujqësi Organike. Kemi pas pjesëmarrje në Kongresin Botror në Taiwan, ku drejtori ekzekutiv i shoqatës organika ka përfaqësuar shoqatën si voting member apo një anëtar votues, ku është zgjedhur edhe Asambleja Gjenerale e FAM-it apo organizatës botërore ombrell për të gjithë organizatat për bujqësi organike. Kështu që ka qenë një prej aktiviteteve mjaft mira, e cili ka kriju kontakte ndryshme, do të na shërbejnë për të ardhmen, për ngritjen e këtij sektore dhe bashkëpunimeve më tutje që do t'i kemi. Edhe një tjetër ka qenë kampanja vëdisuese, e cila ka zgjatë për rreth 3 muaj në rrjetet tona sociale, ku kemi promovuar gjatë gjithë kohës anëtarët e tonë dhe produktet organike, po ashtu paraprakisht kampanjën e kemi quajtur produkte organike, ku kemi treguar për benefitet e produkteve organike për shëndetin, ekosistemin edhe shëndetin e tokës, njerëzit edhe ekosistemin përgjithësi. Rastësisht ta CECA konferencën se më pas shumë prej prodhuesve dhe përpunuesve që marrin me produkte organike. Dhe zakonisht ata po i shfrytëzojnë këto lloj konferenca, panajire që edhe me i paraqit produktet e tyre, për shkak që nuk është numri i njëjtë, është në fillim kur ka filluar shoqata punën 2013 se sa kanë qenë prodhues me produkte organike me tash sa janë krahasim. Edhe ndoshta kjo është indicia kryesore e suksesit të shoqatës. Sa anëtarë ka shoqata? Po kjo është e vërtet, ka filluar me 2 anëtarë, që është një numër mjaft i vogël, ose 3-4 që kanë qenë si lloj shoqënie, kompanitë kryesore që tash i kemi veç lider, edhe eksportojnë me miliona, me cilën ke pas rastin edhe me disa edhe më taku edhe ti. Mirë po tash, krahas punës tonë, promovimit që edhe kompanitë fillestare kanë bërë, kemi rreth 40 anëtarë. Edhe mi shumë të lumtur që si shoqatë kemi arrit, kjo nuk është sukses vetëm joni, është sukses edhe anëtarëve tonë që e kanë informuar fermerët e tjerë më mirë me këtë sektor, edhe po rezulton një sektor mjaft i suksesshëm edhe atraktiv për fermerët e rinj gjithashtu. Edhe për njëjta pyetje tash kisha kalu përveç organike se edhe tek shoqata tjera, kemi shoqatën të Peko, edhe kemi mjedrat e Kosovës. Zona ne do të më thoni për shkrim shkurt vitit 2024. Dafim, faleminderit për ftesën, për mosh nacime i ndo arritjet dhe planet për vitin 2025 për shoqatën e përpunuesve dhe pemëve dhe perimeve të Kosovës. Viti ka qenë me arritje mëdha, kemi pas shumë sukses dhe kemi kontribuar shumë në
zhvillimin ekonomik të vendit. Disa nga aktivitetet kryesore të shoqatës PEPECO për vitin që e lam pas ka qenë në trajnime të ndryshme dhe ngritja e kapaciteteve, ku ne kemi mbajtur trajnime për aftësi të buta, strategji marketingu, negocimin, promovimin e produkte, por ashtu ne kemi mbajtur trajnime edhe për standardin Global Gap në firma të ndryshme, si dhe standardin ISO 9001. Përveç asaj, ne për mi promovu produktet vendore kemi organizu kemi marrë pjesë pak në panajire të ndryshme, si në vend ashtu dhe jashtë vendit, dhe kemi organizu 2 sales mission, një në Gjermani dhe një në Zvicër, të cilët kanë rezultuar me arritjen e marrëveshjeve të mëdha. Se suksesi i kompanive është sukses edhe i shoqatës. Përveç asaj, ne kemi organizuar me sukses edhe edicionin e 4 të Food Sector Forumit, i cili është një ndër eventet kryesore të shoqatës për punuesve të pemëve dhe perimeve. Tjetër që është objektiv kryesor e shoqatës është edhe abokimi dhe lobimi. Ne kemi krijuar një konsorcium bashkë me shoqatat e tjera për me adresu sfidat dhe humbjet gjatë procesit të prodhimit në ministritë përkatëse. Edhe si përfundim i shumë aktivitete tjera që i kemi bërë dhe 2 video inspiruese që me pa punën e sektorit përpunuesve, po dhe potencialin që ka ky sektor edhe me i nëzit të rinjë me umar me përpunim të pemëve dhe perimeve. Edhe me thonë që pjesa kryesore pse unë gjithmonë e që me i pas shoqatat është se ajo është një farlloj grumbullimi për krejt prodhuesët dhe për krejt përpunues. Edhe kushdo që dën me ju një agrobiznesi për herë të parë, unë zakonisht jo adresoj gjithmonë që të rrogetin dyrë të shoqatave, sepse aty kemi me zgjeru networkun edhe me gjetë tregun e juj. Me ceke pjesën e sukseseve, po ndër tjera, për mu që ka është marrë nësishme që e bëni ju të faktën si shoqatë është si gjithmonë lëbëni edhe gjithmonë veni me statistika. Qysh e kena gjendje pak a shumë e përpunues në Kosovë në 2024? Ne vitin e kaluar e kemi bo analiza dhe volumtime të shumta, e kemi bo dhe raportin mbi perceptimin e konsumatorëve për prodhimet vendore, analizën e sektorit të përpunimit të pemëve dhe perimeve që e bëjmë çdo vit, por për herë të parë kemi bo dhe vlerësimin e teknologjisë ushqimore në këtë sektor. Kemi bagi shumë statistika dhe rritjet e eksportit kemi pas këtë vit krahasim me vitet e kaluara. Çdo vit kemi ngritje pozitive të eksportit, po jo çdo herë është shikjo pozitive, pasi që tash ti produktet tona janë të shkuar jashtë. Kemi nevojë edhe këtu për to. Po ne jemi të vazhdu me kampanja të ndryshme për promovimin e produkteve vendore që me konsumu sa më shumë edhe me evitvisu qytetarët për rëndësinë e tyre. Nëse s'ka bëjë keni dikojnë rreth 300 antarë? 300 indirekt, po kështu të antarë që paguajnë antarësi të rregullt i kemi 40. Që prapë është një numër i madh. Përfaqëson pjesën më të madhe të sektorit të përpunimit të pemëve dhe perimeve të Kosovës. Realisht. Tash rrodha e lidhës. Lidha na tregu që kena gjendjen e mjedra në Kosovë 24-të. Përshëndetje Dafin, faleminderit që ke gjetë kohë na vizitu. Shoqata Nacionale e Mjedra e Kosovës është themeluar në vitin 2015 dhe këtë vit e kemi vit jubilar, 10 vite themelim. Edhe ka lind si nevojë e fuqizimit të sektorit të mjedrës edhe të jetë një zë i unifikuar i fermerëve. Në fillim fokusion ka qenë kryesisht te sektori i mjedrës, mirëpo gjatë etapave të ndryshme tashmë kena përfshirë edhe sektorët e tjerë. Biles dje kemi bërë edhe takimin e radhës ku e kemi ndryshuar edhe bordin edhe kryetarin e shoqatës, edhe kemi vendosur që në kuadër të shoqatës të kemi edhe departamentet e tjera. Kemi përfshirë edhe departamentin e Boronicës, Drezës, Aronjës edhe të frutave të tjera të emta. Ne sa i përket numrit të antarëve, jemi shoqatë hibrida, e kemi 2 lloje të antarësisë. Përfaqësojmë edhe shoqatat regionale, të cilat i grumbullojmë fermerët. Kemi gjithsej 8 shoqata regionale, të cilat janë të fokusuara në gjitha vendet e Kosovës, edhe kemi pikat grumbulluese, të cilat grumbullojnë produktet edhe i eksportojnë në Evropë. Kemi 17 pika grumbulluese, të cilat janë antarët tona. Megjithëse tash e kemi rrit gamën e produkteve që i përfshijmë, mendojmë që numri i antarëve do të jetë edhe më i lartë. Pasi do të përfshijmë edhe sektorin e Boronicës, do të kemi edhe fermerë dhe kompani të tjera për Drezë e për sektorët e tjerë. Viti 2024 ka qenë vit i suksesshëm. Megjithatë ndikimet e ndryshimeve klimatike kanë dhënë një efekt negativ sa i përket prodhimit dhe kanë ndikuar drejt për së drejti edhe në rendiment dhe cilësinë e produkteve. Megjithatë fermerët nuk janë shkëmbyer.
numërohet rreth 100 hektar që janë të reja të kultivimit të mjedrës. Në total kemi 1300 hektar me mjedër, edhe shpresojmë që kjo shifër nga vitin e vetëritet. Kemi organizuar aktivitetet ndryshme, të fillu prej përmirësimit e infrastrukturës kompanive, falë edhe projektit dhe mbështetjes programit e reja, i cili implementohet nga Caritasi Zvicrane dhe financohet nga Bashkëpunimi Austriak për zhvillim. 3 kompani tona kanë përmirësuar infrastrukturën e tyre. Kryesisht kanë bërë investime në sisteme të ujitjes, në depo, në sisteme të tjera të fertigimit apo të vlerimit artificial e të tjera. Gjithashtu ne kemi organizuar aktivitete tjera, përfshirë këto edhe ditën fushore, që kemi realizuar në Podujevë. Më shumë se 100 fermer kanë qenë pjesëmarrës në këtë ditë fushore. Kemi organizuar konferencën e 9 të mjedrës, që për neve është një prej konferenca ndoshta më të rëndësishme jo vetëm në Kosovë, por edhe në krejt Ballkanin. 300 pjesëmarrës kanë qenë prezent. Këtë vete kemi fokusuar kryesisht në ndryshimet klimatike dhe metodat e adaptimit ndaj këtyre ndryshimeve klimatike. Kemi pas ekspertizë italiane, nga Holanda dhe nga Gjermania, po ashtu edhe ekspertizë vendore, të cilët kanë prezantuar teknika të reja të kultivimit. Në valzën e ndryshimeve klimatike ne kemi realizuar edhe disa broshura, që janë këtu edhe prezent. Kemi realizuar manualet për menaxhimin e integruar të dëmtuesve për sektorin e Boronicës, mjedrës dhe trecës, me 2 profesor universitar, po ashtu edhe vetë drejtori i shoqatës zotëri Kujtim Lepaja. Sa i përket qëllimit tonë që me kriju një sistem të qëndrueshëm të prodhimit, kemi realizuar edhe implementim të standardeve të sigurisë, 5 fermer në grup janë certifikuar për Global Gap, edhe kemi realizuar edhe një sistem pilot, një pilot projekt, ku kemi implementuar një sistem për ujitje me spërkatje. Ky pilot projekt është realizuar në pjesën e 2 të vitit, prandaj rezultatet akoma nuk i kemi marrë, mirë po shpresojmë edhe planifikojmë që rreth 30% ka me pas rritje të prodhimit në ato plantacione ku është vendosur ky sistem. Qëllimi ka qenë me kriju menaxhim të qëndrueshëm të burimeve ujore edhe reduktimin e kosteve operative. Kemi realizuar edhe një aktivitet që për neve ka qenë shumë i rëndësishëm, promovimi i contract farming, promovimin e tek fermerët, realizimi i kontratat, edhe kemi përmes një eksperti kemi realizuar një raport, ku më pas e kemi shpërndarë te fermerët e tona tek njerëzit të cilët kanë qenë të interesuar për dobit cilat sjell kontraktimi tek fermerët. Kemi realizuar dhe aktivitetet të tjera, gjithsej gjatë vitit 2024 kemi mbi 400 persona që kanë marrë pjesë në aktivitetet tona, edhe shpresojmë që ky sukses të vazhdon edhe në vitet e ardhshme. Mos të harrojmë përmend që përmes Ministrisë së Bujqësisë ne kemi realizuar edhe pjesëmarrje në Panajira. Për shembull, këtë vit kemi marrë pjesë me shtante, kompani tona në Panajirin Agrokost. Edhe përmes projektit të reja kemi realizuar për herë të parë vizitën e 8 kompanive tona në Fruit Attraction në një panajër që realizohet në Spanjë. Për herë të parë Kosova ka marrë pjesë këtë vit atje. Edhe në Spanjë. Edhe në Spanjë, po. Mbrojnë edhe në Spanjë. Po, për herë të parë Kosova në fakt ka pas mundësi me vizitu për shkak edhe të vizave dhe mbështetjes financiare, mirë po vitin e kaluar ka qenë e realizueshme. Më po vjen mirë që cek edhe këtë pjesën e instalimit të sistemit ujitjes me spërkatje është një diçka e re për krejt publikun edhe që kam ndëgju këtë intervistë. Edhe tash po i presim rezultatet edhe mandej në intervistë tjetër kisha pas dëshirë dhe me ndëgju rezultatet e kësaj. Ne shpresojmë vazhdimisht që kemi pas rezultate mirë, sepse fokusi i shoqatës është përveç me arrit zhvillim ekonomik, me pas një zhvillim balancuar edhe social edhe ambiental. Edhe kjo ka me dhënë efektin e saj edhe në menaxhimin e përmendat burimeve ujore. Qëllimi jonë është të krijohet një zhvillim i qëndrueshëm, jo vetëm me pas të ardhura financiare të dëmtuar ambientin ose burimet natyrore. Mirë po të mundalë edhe të këto organizimet që i bëni të fushore të mjedrës, do një mendim tani personal sa po e vrejnë këtë diferencë e rritjes numrit të fermerëve që po kultivojnë mjedër për me ardhur deri te këto 1100 hektarë sa janë tash në Kosovë mjedër. Realisht, për shkak e përmendave ndryshimeve klimatike, shpesh herë fermerët edhe gjejnë mundësi për mu zhgënjur që mos me vazhdu me këtë veprimtari. Vitin që kaluam edhe vitin 2023 ka qenë vit sfidues edhe për çmimet, për shkak të ndikimeve gjeopolitike që ka pas në Evropë edhe kudo.
Mirë po, pavarësisht kësaj, ndoshta edhe promovimi vazhdueshëm edhe shërbimet që ofrojmë ne si shoqat, po dhe organizatat e tjera donatorëve, ka ndikuar që mos ketë një rënje drastike të hektarëve të kultivuar të mjetrës. Që do mos unë konsideroj që pjesa kryesore e suksesit është ajo kur keni lovu që të paguhet diferenca në çmim nga vitin vetë tek fermerët në vend të granteve prej ministrisë. Vazhdimisht është një mënyrë e mirë e financimit dhe subvencionimit të sektorëve bujqësor. Mjetra subvencionohet jo për hektar, por për rendiment. Edhe kjo e ka rritë edhe prodhimin dhe i ka stimulu fermerët që me prodhu në sasi më të lartë. Gjithmonë të përdor praktikat nga bujqësor. Zona tash po kthehemi edhe një herë te te se vitin 2024 e përshkruar me mjaft sukses po edhe sfida. Tashmë jemi në fillim të vitit 2025. Cilat janë planet e shoqatës organika për vitin 2025? Çka do të përfitojnë këta fermerë dhe anëtarë të shoqatës juaj? Tash jemi në janar, jemi në planifikim të aktiviteteve për vitin 2025. Lindave që përmendi pak në fund të bashkëpunimit që kemi me Ministrinë e Bujqësisë, Zyrtarisë dhe Zhvillimit Rural për Panajire, kështu që vitin kemi vendos në bar me një pjesëmarrje prapë në Biofa për 7 anëtarë të shoqatës tonë, edhe ne si stafi organikës, ku në shkurt do të marrim pjesë në panajirën më të madhe në botë për bujqësi organike, i cili do ta mundsojë përzgjerimin e tregjeve, në shkrimin e kontratave të reja apo marrëveshjeve ndryshme, edhe marrjes së ideve të reja rreth produkteve organike apo trendeve të cilat janë botërore për momentin. Kështu që ky do të jetë nisja e parë. Normalisht ne Ministria e Bujqësisë, Zyrtarisë dhe Zhvillimit Rural është vetëm në rajon e cila ka një plan të veprimit për bujqësi organike për vitin 2023 deri në vitin 2026. Ne do të vazhdojmë të organizojmë një trajnim të tillë për ngritjen e kapaciteteve të agronomëve të ri, për shkak se fatkeqësisht për momentin nuk e kemi një drejtim specifik në Universitet për bujqësi organike, kështu që ne vetëm si sektor i ri, mirë po, në vazhdimsi, në rritje, kemi nevojë edhe për ekspert të fushës, kështu që mendoj që do të vazhdojmë për të ofruar trajnime, po ashtu implementimi i standardit organik tash do të jetë pak më ndryshe, sepse do të jetë një sfidë jo vetëm për Kosovën apo anëtarët e tonë, por për gjithë Evropën, apo do të organizojmë pjesëmarrje edhe në panajire vendore po ashtu. Një gjë tjetër që është me rëndësi është se do të filloj draftimi i ligjit organik, kështu që Kosova po, kështu që do të jemi shumë të lumtur të jemi pjesë e bashkëpunimit me ministrinë dhe me donatorët të cilët do marrin përse për financimin e këtij ligji. Po ashtu do të zhvillohet një logo i re për bujqësi organike që prapë nuk e kemi. Kështu që Kosova ka me pas disa ndryshime në këtë kaje, do të vazhdojmë me organizimin e konferencës. Kështu që parapërsisht edhe gjitha tjera të cilat aktivitetet që i vazhdojnë nga viti në vit, mirë po këto do të jenë aktivitetet kyçe apo kryesore. Normalisht me Ministrinë e Cekat që kemi pas bashkëpunim që 2 vite për pjesëmarrjen panajire, mirë po asnjë aktivitet nuk do të kishim mund me përfundu pa gatishmërinë edhe pozitivitetin që anëtarët e tonë kanë për t'ju bashku nismave për avancim të këtij sektori. Po ashtu edhe mbështetjes financiare që donatorët na e bëjnë në çdo kohë. Ne kemi pas bashkëpunim për gjatë 3 vite fundit, mund të them, me donatorët kryesorë që kanë investuar në bujqësi, siç janë Caritas Zvicran, Swiss Contact, Gizi, CNVP, CDF e tjerë. Kështu shpresoj që nuk e kam harruar dikën me cek. Jemi shumë të lumtur që kemi bashkëpunëtor të tillë partner, edhe po punojmë së bashku për me çu sektorin organik përpara, ku produktet e Kosovës po njihen deri në Kanada edhe në Amerikë. Kështu që jemi shumë të lumtur për sukses dhe bashkëpunimet që i kemi pasur. Kemi kazu potencial të madh realisht. Zona, plana 2025, shoqatës? Për 2025 kemi shumë plane dhe jemi shumë ambiciozë. Po ne, si që cekën edhe kolegët, do të vazhdojmë normal me aktivitetet kyçe që i ka vetë shoqata, edhe këtë vetë kemi bo analizën e sektorit të përpunimit të pemëve dhe perime për vitin 2024, dhe kemi me bo prap edhe analizën e konsumatorëve mbi produktet vendore. Përveç asaj, ne edhe këtë vetë e fillum shumë mirë, se ne nesëm e një antar të ri, realisht, por ne do të marrim pjesë edhe në panajirin në Dubai, në Gulf Food, bashkë me shoqatën e mjetra e Kosovës. Përveç asaj, ne do vazhdojmë implementimin e standardeve të sigurisë së ushqimit, pasi që është edhe objektiv kryesor e shoqatës cilësia dhe siguria e ushqimit. Do të organizojmë edhe një sales mission, jemi të menu që këtë vetë me organizu në shtetet skandinave, pasi që në ra në Evropë, në Zvicër, në Gjermani, disa herë. Panajire
gjithçysh edhe vendore edhe të jashtme, por shka është me rëndësi këtë vit që do të ketë ndryshime në Food Sector Forum. Kam qenë edicioni i 5, i cili është eventi edhe kryesori i shoqatës, edhe kam bërë një lloj ribrandimi që mos me spoil ashtu shumë se çka ka më ndodhur. Kemi të angazhuar edhe besoj që me përkushtim edhe me punë kemi me arrit, po ne kisha shfrytzuar atë me falendëruar edhe anëtarët edhe partnerët edhe bashkëpunëtorët, pasi që këtë sukses nuk kish mujt me arrit veç vetë. Normalisht, pa mbështetje. Linda e ka vlerë edhe për ty, edhe pse kemi gjithmonë të mbrapa në intervistë, po besoj që kemi aqit fikër me planet e 2025-s. Po, Shoqata Nacionale e Mjedra e Kosovës në fund vitit 2024 ka nënshkruar edhe 2 projekte me USAID, me 2 programe, Adapted dhe IREX. Pra na jena në vazhdimsi me qato aktivitetet e këtyre projekteve. Përmes Adaptit ne kemi me realizu disa testimet e varitetet të reja të mjedrës në Kosovë. Kemi me testu disa varitete cilat nuk kanë qenë në Kosovë prezente edhe po tentojmë me sjell varitete cilat janë duke ju përshtatë ndryshime klimatike që është duke pësu Kosova. Gjithashtu kemi me realizu edhe disa testime për pumpa të cilat nxjerrin ujë përmes paneleve solare, që po ashtu kam për qëllim eficiencën, ngritjen e eficiencës edhe prodhimit, edhe uljen e kostave të përgjithshme të fermës. Sa i përket projektit IREX, për herë të parë shoqata duke realizuar një kurrikul me 6 module gjithsej, cilat përfshin gjithë zinxhirin e vlerës, prej prodhimit në fushë deri tek kur bëhet produkti i gatshëm për konsumatorin final. Më pas përmes këtyre kurrikulave ne kemi me realizu edhe trajnime, edhe në klasë, edhe në fushë, ku qëllimi jonë është që 15 agronom të ri, fermer, të trajnohen në mënyrë që ata të kenë mjaftueshëm njohuri që kur dalin në fushë të përcjellin praktikat e mira të prodhimit. Edhe gjithashtu kemi me trajnu vjelsat për praktikat e mira të higjienës gjatë vjeljes. Kemi me vizitu plantacionet e mjedrës dhe të Voronicës, ku kena me trajnu vjelsat. Kesa më pak humbje. Po, natyrisht. Me mësu edhe për praktikat e mira të higjienës edhe për vjelje edhe për praktikat e rujtjes, pas rujtjes e tjera. Gjithashtu e përmenda në fillim që ne kemi 10 vite themele. Këtë vit kena me pas konferencën jubilare, konferencën e 10. Kemi me pas shumë risi, shumë ekspert, mirë po nuk po tregoj ma shumë sa i përket asaj, ju ftoj me marrë pjesë në 10 orë në konferencë. Gjithashtu kemi me organizu përveç ditës fushore, që tash është më tradite e shoqatës, kena me organizu edhe disa vizita në plantacionet ku jemi duke i testu varitetet e mjedrës. Edhe kjo natyrisht që ka me ngrit edhe vetdijen e fermerëve për me i marrë varitetet e reja, edhe për me kriju një prodhe më të mirë, edhe më të cilësor. Këto 2 projekte të mëdha që veç i cekon me surprizë, ndoshta që në episodet e tjera me pas rezultatet e tëne, po dhe me më rritë që mi pas 1100 hektar me mjetër e po ashtu shtoj kësaj edhe 5 tjera të enta, mandej me kalu të Pepeko që me pas krit të prodhime, me thonë ashtu aqë originale vendore që me më rrim bi 80% me kanë eksport edhe me organikën që kam rrim me rëndit Kosovën 6 nga potenciali për prodhim organik, për menoj që është indikatori kjo që tregon mbi rezultatet e ju, dhe prapë vazhdojmë me mendu që është këtë punë e juja, kjo është këtë palë punës juj. Unë për herë të parë në intervisti kam kaq shumë eksperte femra të bujqësisë, ko me kanë shumë interesante për krejt ata që kanë me pa interviste, mësë në vete tjetër veç mjëru për e me shumë sukses në 2025. Faleminderit Dafina. Faleminderit Dafin. Edhe unë shfrytëzoj rastin me përshëndet dhe me falendëru gjithë antarët, edhe gjithë donatorët edhe bashkëpunëtorët se pa ndihmën e mbështetjen e tyre të vazhdueshme natyrisht që edhe sektori nuk ishte ecë përpara. Përpos antarëve, falenderojmë edhe ty. Për promovimin e vazhdueshëm, jo veç tonin, po secila prej neve besoj që jemi klub të shoqatave, kur i shohim antarët e secilës prej shoqatave tona, tu promovu, tu inspiru dhe motivu njerëz tjerë për me ju bashku sektoreve ndryshëm. Kështë është kënaqësi për neve. I falenderojmë gjithë ekipës për punën që e marrim në fushën e bujqësisë. Faleminderit juve.
Në ditën ndërkombëtare të pyjeve, në parkun e Pishave në Slatinë u mbledhen përfaqësues nga organizata për ushqim dhe bujqësi e OKB-s në Kosovë, ndërmarrës lokal, ambasada suedeze, Ministria e Bujqësisë, profesionistë e personalitetet të ndryshme. Në këtë takim u fol rreth mbështetjes nga Ministria për sektorin e pyjeve. Në çfarë gjendje kemi pyjet në Kosovë, agroturizmin, turizmin malor e shumë tema të tjera. Edhe jam e pasionuar edhe në fakt e dashuruar në atë vend, prandaj ministri me që është me të drejtë duhet ndoshta të ndryshoj këtë vit dhe vitet të ardhshme politika, nëse sërish do të vazhdoj si ministër në këtë ministri. Ministria dhe institucionet duhet të konsultohen me njerëz që kanë përvojë dhe janë të prekur në mënyrë direkte. Të gjitha mënyra tjera kur na diskutojmë për çdo konstatimet shkencore që bëhen për pyllin, për atë, për këtë këto e konstatime, vesin retorika. Format praktike ku preken dhe ku mund me pas impaktin praktik, legislativ, janë personat dhe ata që kanë investu, janë të prekur dhe i shohin dhe të gjitha problemet ditore. Ato e ballafaqohen. Po janë disa çështje që nuk mundën me adresu se me zgjidh institucione. Unë si Ministri i Bujqësisë nuk kam asnjë mekanizëm, as legal, as ligjor, as procedural, as programor, me bind fermerin vllahi që duhet me pranu me pas gjerologarim bankare që mjetet financiare të qumshtit të mishit që do thotë fëmiu ja blen me ja procedu përmes bankës. Shumë është e rëndësishme formalizimi, po qysh arrihet kjo? Arrihet momentin kur ai ka qarkullim në atë nivel, sa që nuk është e rëndësishme mos skema sociale, edhe në kontekst të kësaj, ai një ditë ka me pranu në momentin kur të shel leverdinë ekonomike. Po si institucion, ti nuk mundesh me përdor mekanizëm detyrues që fermerët me thonë ti duhesh me formalizuar në çit pikë për me jashi djathin fëmijën. Pa duhet paguajnë edhe taksa ministër për shembull. Po absolutisht, unë jam favor, po me se nëse ata nuk, domethënë këtyre ditëve në këtë organizim, zoti ministër, ne kemi pas shumë persona që thonë nuk kemi faturë, nuk shojmë faturë, nuk bëjmë kupon. Domethënë gjysma Kosovës informalitet. Edhe bujqit informalitet. Gjithë ata njerëz marrin subvencione dhe grante. Po, prandaj. Shumë keni drejt. Ta zom, ne kena përfundu fushatën. Në këtë fushatën ku kam shku në këtë Kosovën, në cep para dhe gjatë fushatës, kërkesa kryesore e fermerëve ka qenë do thotë kuptimin që ke kriju disa prej tyre. Për shkak se mes tjera është për herë të parë ministrinë prej se u theqën, nuk mundesh me marrë subvencion në vlerën mbi 30.000 euro për hap biznes. E kur të hap biznesin këtë qarkullimin financiar dhe raportimin financiar ministri do është me realizu përmes aspektit financiar dhe biznesor. A keni pa që u bë për shkakun një lajm shumë i madh. Theshin e ka fitu dikush një grant, e tani 4 ditë mrapa, po shku e ka hap biznesin se u konë montume, e çështë raste janë kon 353 raste. Si të fitoj shtin në një aplikim mbi 30.000 euro. Njëri prej kushteve është ti duhet mu formalizu si biznes në mënyrë që krejt qarkullimin, krejt shpenzimet, edhe krejt investimin, edhe krejt blerjet, edhe krejt pagat, ti duhet mi pas për aspekte formalizimit, në mënyrë që mi kontribu ekonomisë edhe formalizimit në ekonomi. Edhe këtë në fund duhet nuk mos t'jes bërgjë dhe thëtë fëmijën, është që agroturizmin për herë të parë e ka inicu ministri që keni prezent. Nuk ka pas program, ose nuk ka pas projekt në Kosovë, e pas luftë, Kosovën e pas luftës, ku është bon një politikë ose një program për agroturizm. Për herë të parë unë e kom fut, për shkak se e shoh potencialin, shumë faleminderit, e shoh potencialin e jashtëzakonshëm për zhvillimin e turizmit malor, turizmit rural, përmes agroturizmit edhe për krejt kësaj. A ka çdo herë vend për permisim? Kur s'mundet më ndalë. Nuk mundet kur një moment me thonë, ose nuk duhet shoqënia me pas pikën e ngopjes që nuk duhet me bë kërkesa më shumë. Unë shumë i du këta që bëjnë edhe vretje, edhe sugjerime me vend, po edhe që donë propozime konkrete dhe janë ministër panadash, sidomos mediat. Po, unë me fejnë po pajtohem plotësisht sepse ushqimet ministre e din që duhet jenë edhe të ligjshme në Kosovë, të din çka shiten
çfarë përmbajtje kanë, ku shiten, prandaj duhet të jenë të lehtëshme, duhet të jenë formale, jo informale. Është, domethënë, ajo që kërkoj theu është plotësisht jo e drejtë, po duhet shteti ynë më shpejt të reagojë që këto ushqime që i marrin prej pyjeve, domethënë të jenë formale, të dimë edhe ne kur shkojmë te feji çfarë ushqime po hajmë për shembull. A janë kërkuda helmuse, jo helmuse. Prandaj ka të drejtë feji kur thotë që domethënë bujqit ose njerëzit që punojnë në vende rurale duhet që... Nuk thash që nuk ka të drejtë, feji ka të drejtë, po veç kthehuni në rrafshin praktik, ai qytetari, katunari Vllahic për mja shit 10 kg djath fëmijët, ai e ka nuk sheh impenjem për me shku me hap gjëra llogarinë me bërë qarkullim financiar. Po në momentin kur ka qarkullim më të madh, do të ta jesh edhe leverdin, edhe largohet për skemës sociale, po përderisa disa prej tyre mund me qenë pjesë e skemës sociale në mbështetje, ai për 10 kg djath që ja shet gjatë një muajit fëmijët, ai nuk ta formalizon këtë. Na duhet me konë real, me folë shumë në formën dëshirore. Kështë e qenë mirë minister me folë, do të dhe para medjave kështu, sepse kjo në kupton që ju po promovani të gjithë qytetarët me qenë pjesë e skemës sociale, edhe me punu se cilin zezë kusht mundet. Jo. E qartë, ne mund të bëjmë një tem tjetër. Jo, për ty s'po të atakojë, në rrafshin praktik, po thonë. Jo. Ose më keq kuptova, ose s'po di. Jo. Në formën praktike, unë po ju të rrit kush problemi. Në zonën prej nga vjen ti, në shalën e Bajgorës janë 6 restorana mëdha agroturizme, 5 janë mbyllën. Unë shko vizitoj dhe pyet pse janë mbyllën. Ata tregojnë pastaj. Si nuk është problemi vetëm i angazhimit dhe furnizimit, është problemi i gjetjes së zgjidhjeve punëtorë. Ajo çka deshta me tregu, mbase nuk kemi diskutuar shpesh. Në zonat ku ka agroturizëm subvencionohet sikur ferma, subvencionohet edhe agroturizmi. O për furnizim, o për angazhim, o për qarkullim. Kjo në Kosovë do të jemi shumë largë. Ne ende nuk kemi fillu me agroturizëm. Sepse në agroturizëm në Itali dhe në vendet tjera të rajonit ku ka agroturizëm të vërtet subvencionohet agroturizmi. Qysh subvencionohet ferma, subvencionohen fermerët, subvencionohet pronarë, subvencionohen punëtore. Nuk mbata agroturizmi ka shletë. Është biznes shumë i rëndë, është biznes që ka kosta. Nuk mundu me thonë që shteti nuk po subvencionon, nuk përkra agroturizmin, kur 2025-2026, si rezultat e këtë veprimin që janë, në janë bojën 26 milion euro në dispozicion që kanë me i marë si përmarësit, ndërmarësit, fermerët, në ndërtimin edhe zhvillimin agroturizma. Pik. Para me këtë fokusin pak edhe të mbrojtja e pyjeve dhe të gjendja që kemi për momentin. Për fat keq na deri tash kemi pas raste kur kemi pas rritjen vjetore më të vogël se sa konsumin që kemi të masës drusore, çka me kalimin e kohës po frigoj që ndoshta për 10-15 vite kemi me mbet edhe pa çdo masë drusore që kemi, kështu që produktet pyjore jo drusore është krejt në rregull kur i përkra fermerët ose mbledhësit e produkteve, po për fat të keq nuk kemi ende një databazë ku e dim sa po mbledhen, edhe mos po mbledhen ma shumë se sa që duhet, edhe mos ndoshta pe dëmtojmë vitin e ardhshëm mos me urrit ato llojet produkteve pyjore jo drusore, sepse për fat keq nuk e kemi ende një kotem të asaj sasisë sa po mbledhim na. Ndoshta këtu duhet me u kthy pak edhe fokusi, masi po flasim për pyjet, mos të harrojmë që është dita e pyjeve, kështu që me u kthy pak fokusi, unë e di për shembull vitin e kalum në bjeshkët e Nemuna, kur e kemi pas rastin e mbledhjes boronicave që janë shumë të shëndetshme, janë shumë të mira, nuk janë fast food që do të na mi promovu, po janë mbledh me disa prej krerëve që vitin e ardhshëm mandej për një vit me radh ka pas mandej mungesë të boronicave në atë rast pikërisht se e kanë dëmtu lulën e cila mbledhet në atë formë. Do thotë, kështu që të kthehemi pak edhe te ajo sa po na japin pyjet, në çfarë gjendje kemi, monitorimin e shëndetit pyjor që nuk e kemi ende në masat më të mira të mundshme që shtetet e tjera evropiane duhet me pas, rritjen vjetore të saj sa kemi mas drusore, sa kemi rritje të produkteve pyjore o drusore, mandej ta shfrytëzojmë në formën më të mirë të mundshme. Na e mira është që kemi po mbi 40% pyje. E për mbi pyje kemi male shumë të bukura. Tani derisa të zgjidhen krejt këto probleme, nuk do me thonë që ne mos me jetu, e mos me i shfrytëzu pyjet edhe natyrën. Po fatkeqësia jonë është që na pak e shfrytëzojmë natyrën, edhe pak e shfrytëzojmë do me thonë atë ushqimin që na e jep mali në aspektin shpirtëror. Tani rrugë të cilat të çojnë ma lehtë në përpyje edhe mbi pyje.
kjo është ajo që unë kërkoj. Besoj s'po kërkon beton e kështu cement, diçka asfalt. Jo, pse jo beton? Pse çka ka kjo të keqe këtu? Kjo këtu okej, po ajo pjesa për shembull. Jo, ajo është e bërë me keq. Tani, lejo të shpjegoj diçka. Për me shku deri tek shtigjet ku ti mundesh me ec, ma shumë hjek me vetura ose me gjipa për me shku se rruga është e keqe, infrastruktura, se mandej kur nis me ec në kam. Prandaj ne nuk duhet me pas frikë që me qu infrastrukturë që njerëzit me jafru afër natyrës, afër maleve. Kush kanë frikë? Kanë frikë shtetet cilat mendojnë se ose shoqëri që mendojnë se abuzohen. Si janë malet pra të rregulluara aty ku po shkon në ecje ti jashtë Kosovës? Kudo ti shkon deri te shtegu me veturë në mënyrën më komode në asfaltin më të mirë. Shumë, domethënë, vendet botës kanë arritur që me i bë shumë aparata të cilat pejzavenson disa prej përfitimeve që ne si sportistë marrim domethënë në natyrë ose në këtë rast në pyetje. Çka nga ato pajisje domethënë është një prej pajisjeve është një mask domethënë që po ta vështirëson ty frymorjen dhe po ta bën frymorjen sikur je në lartësi shumë të madhe dietare. E dyta është edhe oksigenoterapia e cila me të vërtetë po ndikon shumë tek regenerimi i sportistëve. Shumë domethënë efekte pozitive cilat natyra jep tek ne sportistët është tek qarkullimi i gjakut që është shumë i rëndësishëm për ne si sportistë ose për rehabilitimin e paslodhjeve të ndryshme edhe gjithashtu edhe oksigjeni që domethënë e tisë ose përmirëson tek ecjet ose tek vrapimet e ndryshme. Pse u ardh deri tek këto zbulime të reja ose ndryshme është për shkak se siç dihet normal që është nuk është e arritshme që ti me i bo kushtet brenda pyllit që ti me i pas sallat ose jo vetëm në Kosovë, po edhe në këtë vendet e botës. Ato pajisje nuk janë zbuluar në Kosovë, po janë jashtë vendeve ndryshme, sidomos në Amerikë, për m'jau lehtësu ose për m'jau domethënë për shtat kushteve sportisti me i pas në qytet ose aty janë zbuluar. Si në pyll, po edhe po. Së do të pashtu ketra në për këtë pyetje shumë. Unë edhe ministri i kena katunet afër, na i kena do kushërit që kanë mundësi për një javë malin livadhe po. Jo inshallah. Nga ajo po unë flas nga ajo që shoh, nga ajo që përjetoj dhe nga komunikimi që kam çdo ditë. Unë jam mundu personalisht thot me diskutu, me eduku punën e saj. Dhe po njerëzit thot me pamundësi, shkaku pamundësi të tjera prej pyetje. Tragedia kur e prejë se pyjeve edhe të pyjeve private është sepse ata e prejnë pyjen privat për shkak që ja u prejnë dikush tjetër sepse nuk mbrohet. Kur i kam pyet njerëz pse po e prejnë pyjen, apo duhet ta, do të jo, sa prejnë dikush tjetër, po e prejnë vetë. No, kjo është një. Ajo që po them, insistimi i vazhdueshëm zbatues të ligjit, policia, ministria, Gjobat do të me qenë strikte, për ndryshe të gjitha këto mbesin vetëm diskutime. Fatkeqësisht Kosovë presionin ndaj pyjeve vitet e fundit ka qenë jashtëzakonisht i madh. Sidomos prej njerëzve që kanë shfrytzuar lëndën dronore për ngrohje, kështu që kanë shkatruar në mënyrë shumë të vazhdueshme, po edhe jo të qëndrueshme, dhe faktikisht janë prej pjesë më të mira të pyjeve, mirë që ato mos regenerohen. Po, në fatmirësisht, në anën tjetër, pylli është një ekosistem shumë kompleks, kështu që vetveti u regenerohet, edhe natyra regeneron, kështu kemi të thëtë se situatat mira vitet e fundit për shkak se presionin dhe pyllive është zvoglu, për shkak pylli masave edhe për shkak edhe të edukimit të njerëzve për qasjen dhe produkte pyjore. Krahasim me këtu që ne i kemi, po shpresoj që në Kosovë kemi pas shumë shpejt një vend ku mundemi me kry përgatitjet fizike, domethënë në vendin natyrë. Kjo domethënë nuk ka jo vetëm në Kosovë, por ndoshta as në rajon, kështu që shpresoj që shumë shpejt kemi me pas edhe ata dhe përgatitjet fizike pse jo mi bë si skuadër natyrë ose me nivel të lartë. Në përputhje me temën, pyjet dhe ushqimi u prezantuan produkte të ndryshme, ushqimore të bazuara në pyje. Filardike u fulla magji. Unë këtu nuk magji. Ministrin për respekt të kemi pas
Kom blen edhe mu më qenja. Së bëhet shumë, së bëhet mi 50 euro. Ky aktivitet organizua nga FAO dhe nga OJQ BB Green Kosova. E kemi filluar në bashkëpunim me FAO që të ndryshoj mënyra e përcaktimit për pyjet në ditën ndërkombëtare të pyjeve, prandaj edhe i mblodhem gjithaj pa personalitetet që të flasin se cilin e profilin e vet çfarë vlere kanë pyjet, se për një kohë goxha të gjatë pra në Kosovë nuk është se i kanë respektuar, edhe pyjet edhe natyrën i kanë parë vetëm si dronje, jo edhe si ushqim, si ekonomi dhe si zhvillim. Njerëzit po lëvizin, po emigrojnë, e kjo është një prej arsyeve pse duhet të rrinë afër natyrës edhe të fitojnë para ose të ngrisin ekonominë e tyre, siç kanë bërë keni parë gratë, për shembull çarat të tjera të cilat edhe i kanë sjellur sot për t'i parë këto. Dhe kjo ka qenë një mundësi e mirë në ditën e pyjeve të ndërgjegjësohemi edhe më shumë për vlerat të tyre ushqimore, mjedisore, shëndetësore edhe ekonomike gjithashtu. E aq më shumë që përmes gazetarisë së gjelbër ne do të provojmë të japim më shumë zë natyrës, po edhe njerëzve t'i tregojmë që Kosova deti e ka natyrën. Edhe duhet ta zhvillojmë dhe ta mbrojmë gjithashtu. Të jam marrë për bazë faktin që Kosova është rendit e 6 në Evropë nga potenciali për grumbullimin e produkteve pyjore jo drusore. Çka mendon me nxjerrë si rezultat të këtij takimi që se patëm shumë personalitete që vërtet kanë ndiku në këtë pjesën e mirë zhvillimit të pyjeve? I dëgjuat edhe ju vetë kur thanë që mbledhja e frutave është shumë e rëndësishme më mirë se produkteve në përpyje, po duhet të ketë një rregull, duhet të ketë një plan. Për shkak se kanë shumë hulumtime, po tregojnë shumë dhëna, se mbledhja e pa rregull të frutave dhe pyjeve mund t'i dëmtojë ato deri në zhdukje. Njësoj si kur për shembull i vrasin kafshët ose shpezët dhe ato janë në zhdukje ose janë të rralla, siç është edhe mëllënja e zezë këtu në Fushë Kosovë që ishte pra zog në zhdukje ose specie në zhdukje.